E veçanta e ekipit të vllaznisë në mundje është në faktin sepse krahas ekipit të rritur ka edhe element të ri të brezit të moshave 10 vjeçar, siç është edhe 12 vjeçari Emran Bushati, i cili fitoi edhe një medalje në këtë kampionat. Urime Bushati. Më fal njerëz, unë nuk zova shumë që kam dalë vend 2 në grek-roman. Unë jam Emran Bushati dhe jam 12 vjeç, kam dalë vend 2 në U15 grek-roman. I kënaqur me sportin e mundjes? Po, unë jam shumë i kënaqur. Përse zgjollët mundjen dhe jo një sport tjetër, për shembull futbollin, që mund e preferojnë shumë? Unë zgjolla atë mundjen sepse kam shumë qejf të bëj mundje dhe më pëlqen shumë. Prej sa kohësh e ushtroni këtë sport? 2 ose 3 muaj. Me trenerin tuaj, Altin Anza, i kënaqur me stërvitjen, me bashkëpunimin? Po, jam shumë i kënaqur. Si është profesori, është i rrept apo? Profesori është shumë i mirë. Kërkues patjetër në stërvitje. Po. Këtë medalje ka ndonjë dedikim, ku ja dedikoni? Për kë shkon, për familje, për babin, për mamin, për motrën, vllajin? Jo, medalje shkon për familjen. Për familjen. Ku dëshironi të shkoni më tepër, me çfarë objektivash, ku synoni? Kur në kategoritë më të rritur? Unë synoj të shkoj në kategorinë e parë. Dhe patjetër për të marrë edhe medalje. Po. Urime. Njerëz. Suksese.